Për sa i përket shërbimeve që ju bëni brenda farmacisë tuaj, kam parë që ofroni skin test edhe madje vitaminash. Shumë njerëz janë skeptik në këto veprimtari që mund të kryejnë brenda farmacisë. Sa të besueshme janë për pacientin? Tani të flasim hapur, ashtu siç po flasim deri tani, realisht këto nuk janë diagnostifikuese, janë thjesht teste orientuese. Asnjëherë nuk I kemi cilësuar, sidomos pjesën e matjeve të vitaminave si diagnostifikuese. Janë më shumë për pacientët që duan të shikojnë një gjendje të përgjithshme të tyre dhe duan të shohin diçka më shumë, por gjithmonë në çdo rast rekomandojmë analizat në gjak edhe konsultën me mjekun. Për sa I përket pjesës së skin testit, sërish është për të parë një situatë të përgjithshme dhe që të rekomandojmë ato produktet që le të themi pacientit mund t'i shërbejnë më shumë. Dhe kjo gjithmonë në rastet kur ne shikojmë që ka nevojë për një dermatolog, ka nevojë për këshillim me një mjek, gjithmonë sugjerojmë këtë, edhe pse kjo nuk është gjithmonë në benefitin ton, le të themi, po gjithmonë duhet qëndrojmë te ana profesionale.